i Vatikanit, ka thënë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Asnjë gënjeshtër në veprën e tij. Gjithçka është shkruar me një përkujdes të jashtëzakonshëm dhe me një rrjedhshmëri të jashtëzakonshme. Ka dhënë edhe pemën gjeneralogjike të fisëve ilire. Edhe ka një element që vërteton që dhe nëna Skënderbeut ka qenë ilire, sepse mes fisëve ilire përmenden tribaltët. Dhe Vojsava Kastrioti është quajtur në femirinë e saj Vojsava Tribalta. Pra ka qenë puro e pastër ilire dhe shqiptare, dhe gjithë këta çakejt që mundohen të nxjerrin jo serbe, jo bullgare. Slavizmi është shumë i vonët në trejet tona, s'ka se si, por me qenë se të ndërpreva... Mjafton të them që në një gazetë të fundit greke, Nea, nuk jam mbaj emrin gazetës, thotë që Skënderbeu s'ka ditë as i fjalë shqip. A ka shkrim më qesharak në botë? Këta, në fakt, unë mendoj që ne këta grekërit edhe serbët duhet t'i lëm që të thonë gjitha marrëzitë e tyre që t'ja nxjerrin bojnë vetës. Serbët kanë, për shembull të marrim serbët kanë udhëhecin e tyre, ai që i ka çliruar është me qeleshe. Edhe është Jani Kondo, i cili ka qenë një ortodoks shqiptar. Po edhe Stefan Nemanja ka rrjedhshmëri shqiptare, krijuesi i... Po Stefan Nemanja, ne nuk na lën të hyjmë atje në malin Atos, po Stefan Nemanja nuk ka shkruar Stefan Nemanja Rexum of Serbia. Ka shkruar Stefan Nemanja Rexum of Albania, Rexum Albanium. Do të thonë mbreti i shqiptarëve. Edhe fisi Nemanja është një fis shqiptar që jeton në Kosovë. Ç'lidhje ka me serbët? Do të thonë vetë emri, vetë ai mbishkrimi të varri i tij, gjitha këto tregojnë që aty ka një falsifikim të jashtëzakonshëm, dhe se gjithë bile unë kur kam kaluar nga Kroacia, sepse nga Serbia nuk kaloj, jam mahnitur nga fshatrat, të gjitha fshatrat në Kroaci janë toponime shqiptare. Ndërkohë që ne na thuhet që kemi shumë toponime slave. Për shembull, na quhet si toponim slav emri Zadrima. Po a ka më shqip se sa emri Zadrima? Drini e zinte gjithmonë fushën e Zadrimës, e përmbyste në ujë, edhe e zinte. Pra Zadrima, e zë Drini, e mbulon Drini. Edhe ishte shumë fushë shumë pjellore pastaj, sepse Drini sillte shumë alivunjone dhe zona e Zadrimës na ka prodhuar ato kallmetrat edhe atë rrushin origjinal endemik shqiptar. Tani a ka më shqip se Zadrima? A ka më shqip se Zagoria, Zagurin, tradita që ekzistonte në zonën e jugut, që njerëzit silleshin rreth gurit, preknin gurin dhe adhuronin diellin, që e qunin aton, ati ynë, sepse dielli i jepte jetën, dhe thëreshin tufa baktish, si adhurim për diellin, tufa me dele. Pra, të gjitha këto dokumenta vërtetojnë, jo vetëm që vërtetojnë një autohtoni shumë vjetër shqiptarëve, por vërtetojnë që historia e Gadishullit Ballkanik është histori shqiptare. Tani fatkeqësisht i kemi humbur shumë territore, të cilat janë krijuar disa shtete, sepse ky ka qenë interesi i Rusisë që të krijonte shumë shtete që të mund ta merrte më vonë dhe ta kthente në territorin e saj. Dhe në sajt të kësaj dashakeqësie të Rusisë, ne kemi ngelur ajo pikë që jemi, por gjithsesi ne jemi e vërteta historike e Europës. Dhe rusët nuk i shmangen dot kësaj. Nuk i shmangen dot, sepse vetë rusët vinë nga fiset baltoslave. Dhe baltoslavët ishin fise ilire të vendosura në Baltik. Dhe nga këto fiset, duke u përzier me vikingët, u krijua Kievi dhe u krijua Rusia më vonë. Da edhe në Ukrainë ka shumë shqiptar aty. Po, gjithë
nga dhënat deri në shekullin deri në mezin e shekullit 19, pas asimilimit që i ndodhi Krimeas dhe pas marrjes territoreve që i mori hoqi Turqisë dhe mori për vete, Rusia aty në fakt në Krimea është folur gjuha shqipe dhe Krimea është quajtur gadishulli i vogël i shqiptarëve, siç ka akoma në Odesa shumë shqiptar dhe qyteti Odesa quhet qyteti i shqiptarëve. Pra deti Zi i gjithi ka qenë i banuar me paraardhësit shqiptarëve dhe ilirët. Tash të shpjegova edhe një herë që në zonën e Anadollit kanë jetuar galicianët. Galicianët ka akoma fotografi të tyre dhe dokumenta në arshivat franceze. Galicianët ishin shqiptarë dhe shkruhet tekstualisht Albanian Galician. Galician, do të thonë Galician de Albani në frëngjisht. Do të thonë që ata francezët e shkruan që këta janë shqiptar të Anadollit, të Stambollit dhe janë Galician. Galicianët kanë qenë vendali dhe kanë krijuar dhe lagjen Gallat në Stambollin e sotme, që quhet Arnaut Koj. Arnaut Koj, do të thonë këndi i Arnautëve. Në Arnaut Koj, këndi i Arnautëve dhe vetë sultanët për shkak një tradite të jashtëzakonshme që kishin shqiptarët, që asnjëherë edhe armikun më të betuar të tyre nuk e helmonin me ushqim, sultani nuk pranonte asnjë lloj tjetër nacionaliteti për kuzhinë, as serb, as bulgar, as nga këto minoritetet që kishte në aty, por vetëm kuzhinier shqiptar, sepse dinte që ai mund vritej nga thika apo nga shpata, por nga kuzhina nuk vritej kurrë. Shqiptarët nuk helmosin në kafe dhe është traditë e vjetër ilire. Shqiptarët nuk vrasin fëmijët edhe nuk vrasin gratë dhe pleqt. Edhe vërtetoi edhe UÇK-ja në luftën e fundit që u bën në Kosovë. Ata bën luftë si ushtar me ushtar, por nuk vran asnjë fëmijë serb, asnjë plak serb, nuk masakruan asnjë familje serbe, siç bën të ndryshëm këta barbarët serb që masakruan familje të tëra shqiptare, shkuan e masakruan familjen e Adem Jasharit. Pra, ne kemi tradita të jashtëzakonshme dhe të gjithë këto historianët më të mëdhej të rruzullimit dalin në të njëjtën tezë, që shqiptarët janë pasardhës të ilirëve dhe që gadishulli ilirik, por dhe Azi e vogël kanë qenë të banuara nga ilirët, domethënë nga paraardhësit e shqiptarëve, që vërteton edhe faktin që edhe etruskët ishin ilirë. Unë pash një video të një italiani i cili dilte thoshte ankohej pse shqiptarët kërkojnë të marrin gjithçka. Ai thoshte që mjafton që shqiptarët kanë 25 perëndor nga rreth 40-45 perëndor që ka pasur perëndoria romake. Unë mund ta ulja poshtë këtë gazetar, këtë italian, duke thënë thjesht një fjalë. Si ka mundësi që një popull që është jo i lirë dhe që na pas kanë qenë këta latinët, na pas kanë qenë jo i lirë, si ka mundësi të kenë më shumë se gjysmën e tyre, gjysmën e perëndorëve t'i kenë i lirë, si mund pranohen perëndor të popujve të tjerë. Ndërkohë që gjatë gjithë historisë ti nuk ke asnjë perëndor grek që temërtohet grek, sepse grekët me ardhjen e Romës gjithë zona e Ballkanit u cilësua si prefektura Ilirikum dhe ishte Iliri dhe ku do dilnin grekët, se ekzistonin grekët, se ato që quheshin grek të vjetër në fakt ishin ilirët dhe gjithë ai civilizimi i madh që quhet sot grek edhe që u jepet këtyre karamanlive që kanë ardhur nga Turqia dhe vendosur aty, nuk është gjë tjetër veçse civilizimi ynë, civilizimi i lirë. Pra, ne jemi përballë fakteve të historike të pakundërshtueshme. Tani kanë dalë gjuhëtarë dhe historianë që thonë që shqiptarët dhe grekët kanë të njëjtën origjinë. Po, shqiptarët dhe grekët e vjetër kanë të njëjtën origjinë, se grekët e vjetër ishin ilirë. Po me këta grekët e rinj, tani këta na kanë mohuar deri në momentet e fundit. Çfarë duhet bëjmë ne? Tani tu themi po, jemi vëllezër.
mas gjithë atyre genocidit ka diktaturë akoma në Greqi, Bert, ndaj po ndodh kjo. Nuk janë të lirë grekët të shprehen siç duhet. Problemi është se pas po dalin dokumente dhe gjithnjë më tepër ajo Greqia, kombi superior, populli superior ka rënë tërësisht tani ata me çdo kush duan ta lidhin kulturën e tyre dhe ka studiues edhe në botë që paguhen nga Akademia Greke për ta lidhur gjuhën greke dhe kulturën greke me kulturën ilire, madje të njëjtës origjinë dhe me atë armene. Nëse armenët deri diku i pranojmë sepse ata ishin fisë armene që janë shkëputur nga trungu ilir dhe më pas kanë derivuar, me grekët duhet pranojmë sepse aty është një përzierje popujsh. Dhe është një kom që është krijuar nga feja ortodokse. Çfarë do pranojmë ne? Duhet kemi parasysh që jo vetëm emrat, toponimia e emrave, Lumejve, Alba, Elba, Rin, që janë këtu Danub, Lumi Po, në Itali, Lombardia, deti Tirrenus, deti Adriatik, deti Egje, Egjipt, gjitha këto janë toponimi ilire që vërteton Hans Krahe, dhe Venecia, për shembull, Brindisi, nga fjala bri, Venecia nga via Enea. Via Enea ka dhënë Venecia, duke u kthyer në krah të kundërt, është emërtimi i Eneas. Jo vetëm këto që janë shqiptarë, por edhe emrat e europianëve janë të gjithë shqiptarë. Ja të marrim disa emra të thjeshtë. Për shembull, të marrim emrin Andrea, që përdorin edhe grekët dhe europianët. Vjen nga fjala ëndër e shqipës, Andra, Andrea, Andra e re, Andrea. Pastaj emri tjetër, Ameli, vjen nga Amel e Gegnishtës. Vjen nga fjala Amel e Gegnishtës. Ameli. Të gjitha emrat kanë domethënie shqipe, pa përjashtim. Po, Sebastian, për shembull, vjen nga emërtimi i Sebastës. Sebastia ka qenë qyteti para që u shkatrua nga Tushit në Laç, dhe rënojat janë sipër qytetit Laçit në Kodër. Edhe Kështjella dhe rënojat kemi fjalën Stela, që vjen nga Stelush. Stelushi ka qenë qyteti midis Dibrës, Matit, qyteti Stelushit, janë rënojat e qytetit Stelushit aty. Ka qenë edhe rezidenca kastriotëve në Stelush dhe mendohet që Skënderbeu lindjen e vet, pavarësisht se thonë që është nga Dibra apo është nga Mati, Skënderbeu si djali i familjes princerole ka lindur në Stelush dhe është edhe lagja Varosh aty, siç e ka Gjirokastra Varosh, lagje Varu që varet në Kodër. E ka dhe Gjirokastra të njëjtën gjë. Lagja jon ku jemi këtu. Aty është, po janë rënojat aty. Mjaftot bëhen kërmimet arkeologjike dhe është një qytet i tërë. Është me hektar të tërë qyteti i Stelushit në aty. Pastaj kemi emra të tjerë, marrin sa dush. Emrin Martin nga Mark Martin, që vjen nga Imbar. Ka plot emra që çfarë do lloj emri të marrësh të këtyre europianëve, të gjithë janë emra shqiptar, ndërkohë që shumë shqiptar për shkak të pushtimit turk kanë braktisur këto emra të mrekullueshëm, për shembull Artur, i thurur me ar, Roland, njeri që rron me tokën, Arban, Albert, Arbor ose shumë emra të tjerë. Clyde, për shembull, është emër e përdorin europianës, Claude, i thon francezët, Claudi. Kemi emrin Mark. Po, që vjen nga i Mar. Dhe këto emra çuditërisht i hasim edhe në gjuhët hitite, dhe këto emra i hasim Anila, e hasim gjuhën hitite. Është emër i lirë. Pra kemi një kulturë të jashtëzakonshme. Pse tani ne duhet marrim emra arab ose turko-arab kur ne kemi emrat tonë i lirë që ka gjithë Europa? Megjithse, për shembull edhe ju emrin tuaj Aristotel, gjithë e njohim si emër grek, po Aristotel do të thotë i zgjuar, ne i themi është i zgjuar, është
Aristotel do të thotë zotëri i zgjuar. Po gjithsa rënja e emrit është nuk ka shanse të jetë ndryshe. Ari, ilirët i kanë thënë edhe zotërisë. Po. E gjejmë në gjuhën mesape. Ari i kanë thënë zotërisë. Dhe telo do të thotë është njëri i zgjuar, është i zgjuar që mban një drejtim, që mban një busull të mirë. Aristotel, do të thotë zotëri i zgjuar, është e ilirishtes. Ne kemi thënë që na vjen nga greqishtja vjetër, ose emrin Homer, ne kemi më të vjetër se sa grekët, se ne kemi Homerin te eposi i Mujt dhe Halilit. Pra, ne duhet të reflektojmë, a na bën kjo ne që të jemi superior ndaj kombeve të tjera? Jo, ne nuk, shqiptarët nuk synojnë superioritet mbi kombet të tjera. Shqiptarët synojnë që ashtu siç babai do fëmijët e vet, tu jepet ajo që kanë, që janë baballarët e civilizimit evropian, siç e tha edhe Macroni kur erdhi në Tiranë. Macroni tha të njëjtën gjë kur erdhi në Tiranë. Ju jeni të parët, tha. Po kush është ai i pari? Është babai, është ai Albanoe, sepse nga Albanoe ka rrjedhur Alba Longa, ka rrjedhur Alba Lula, ka rrjedhur Alba Gega, ka rrjedhur Alba Gala në Francë, ka rrjedhur Albioni në Angli, ka rrjedhur Elba në Spanjë, ka rrjedhur Albioni, Alba në Berlin. Pra, i ka ngritur kolonit. Po albigensët ka lidhje? Ta që kanë ardhur këtu. Më falni? Albigensët kanë lidhje? Francë? Po, kanë lidhje. Do të them që njëndër, për shembull, ne kontaktet më të pakta i kemi me popujt irlandez dhe popujt skocez, sepse kemi qenë shumë larg. Por skocezët deri në shekullin e 17 e kanë quajtur Skocinë Albani, dhe me shumë krenari. Po. Me shumë krenari. Irlandezët janë shumë krenar që vendi tyre quhet Hirland. Hir do të thotë e bukur në shqip. Po. Në gjuhën e vjetër ilire. Dhe land do të thotë vend. Lëndin. Vendi i bukurive. Irland. Lëndin. Lëndin. Po, nga vjen edhe emri Lëndin. Lëndin e bukur. Nga vjen edhe emri Lëndin. Pra, Lëndin e hirshme. Pra, të gjithë ata që na cilësojnë ne që përkthejmë dokumenta ose prezantojmë dokumenta të vjetër mbi kulturën e lavdishme të popullit shqiptar, që është edhe krenarie e kulturës europiane, dhe gjuhëtarët e thonë, gjuhëtarët e huaj nuk e kanë për turp ta thonë që Shqipja për shembull ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Vetë një profesor i Universitetit Miniut që ka marrë përsipër studimet albanologjike, profesor Imbeçadori, kur erdhi në Tiranë dhe u tha atyre, tha, ne kemi menduar që fjala ver, tha, vjen nga greqishtja vjetër, tha, por ne, tha, kemi zbuluar që fjala ver, tha, ka lidhje me fjalën me shqipen e vjetër, edhe tregtinë e verës në gjithë mesdheun e kanë përhapur shqiptarët. Pra, janë të huajt ata që po na ndriçojnë historinë, sidomos gjermanët, francezët. Ka autor francez, se ne na është me çdo kush kanë dashur të na bëjnë armiq me francezët, ha? Popullin shqiptar ta bëjnë armiq me francezët. Duke na thënë që francezët janë armiq të popullit shqiptar, që kanë bërë këtë, kanë bërë atë kundër popullit shqiptar. Janë studiues francez, ka studiues francez të jashtëzakonshëm që duan aq shumë gjuhën shqipe. Edhe mjafton të lexosh Louis Bonneau, akademikun e famshëm francez, por edhe shumë autor të tjerë. Në fakt, për shembull, edhe është një bizantolog shumë i famshëm që thot mos gaboni, është bizantologu numër 1 i historisë. Edhe thot aq bukur e thot në fakt thot ajo që ne e konsiderojmë si perandoria bizantine, thot nuk ka qenë perandoria grekëve, thot se grekët nuk kanë ekzistuar, ka qenë perandoria e ilirëve. Fakt, ç'a mund të ishte greke një perandori ku të gjithë perandorët ishin ilirë. Domethënë kjo është pak a shumë historia dhe është për të ardhur keq, unë shpreh keqardhje të madhe, nuk dua të etiketoj askënd si tradhtar,
është për të ardhur keq që Akademia e Shkencave e Shqipërisë nuk i ka marrë këto vepra madhore, nuk i ka përkthyer, nuk i ka botuar në emër të akademisë. Bëhet fjalë për një numër rreth 50.000 librash të shkruar mbi historinë dhe gjuhën shqiptare. Mjafton të përmend Talocin, këtë Betkovicin, të përmend këtë Louis Bonneau, të përmend shumë autorë tjerë. Mjafton që vetëm një shqiptar, që s'dua t'ja përmend emrin këtu, por që është një advetar i mirë, vetëm në Itali ka mbledhur 800 libra mbi gjuhën shqipe, ku autor italian thonë që etruskët janë i lirë, ku autor italian thonë që romakët janë i lirë, ku autor italian thonë që retët e veriut Italisë ishin i lirë. Mjafton t'ju them që gjenetisti më i madh i gjitha kohërave, Gianni Luigi Sforza, ka thënë, e ka klasifikuar që është edhe gjuhëtar, edhe antropolog, edhe gjenetist, që ka kryer studime multidisciplinare. Të parën e gjuhëve ka vënë gjuhën shqipe. Mjafton t'ju themi këtë, dhe ai nuk është kushdo, është Sforza. Sforza i njohur nga universitetet më të mëdha të botës, nga akademitë më të mëdha të botës, ose gjuhëtari i madh Giovanni Battista, që refuzoi të merrte pjesë në Kongresin e Drejtshkrimit, duke thënë që po bëni krim, se po shkatroni historinë e gjuhës shqipe. Gjitha këto tregojnë që shqiptarët duhet ta vënë në dyshim atë që ju thuhet në televizion mbi historinë e cunguar, atë që u thuhet në fakultete mbi historinë e cunguar të gjuhës shqipe. Mjafton t'ju them që ai që quhet shkrimi gjugjes, dhe që po shkatrohet qëllimisht, dhe është një akuzë ndaj shtetit shqiptar, ai po shkatrohet, ai po shkatron shkrimin e parë piktografik të gjetur në Europë. Është shkrimi më i vjetër i Europës, është gjetur në Gjugj të Mirditës. Është shkrimi i parë piktografik në Europë. Po e shkatron. Shiko, pak më përpara. Po e shkatron, është idiotësi. Idiotësi që po e shkatron, sepse edhe në e shkatroft ka shkrimet të tjera, do dalin shkrimet të tjera. Normal. Toka shqiptare është thesar i pafund me arkeologji. Pavarësisht se na kanë vjedhur 80% të gjetjeve arkeologjike në kohët Turqisë, dhe më vonë ka pasur pirat të arkeologjisë që kanë vjedhur pafund arkeologjinë shqiptare. Hotel Number One. Për agjencitë e turizmit që punojnë me Gjirokastrën, Hotel Number One është zgjedhja perfekte. Me 4 yje, kapacitet i madh dhomash, shërbim i shkëlqyer restoranti, palestër moderne dhe parkim i bollshëm për autobus. I pozicionuar në zemër të qytetit, Hotel Number One ofron çmime të favorshme. Vizitoni hotelnumber1.com ose telefononi në numrin 069 20 86 120. Hotel Number One, bëni zgjedhjen e duhur.